nuk e din është ta marant e përjetoj tash, se sa atëherë. Nështë ta ideali, nështë ta vullneti, për me kontribu, ka qenë maj madhë, po sot do këtë marant, sa atëherë kur i kum po që ato sene. Kemi përjetu gjithë shka, kemi po fëmijë vram, nana, pleq, masakru. Çdo gjë që e kam bëj, kemi pos parasyve. Po kur vendosët që të kontribuani në këtë formë për vendlindjen, cilat ishin ndoshta ato komentet e familjes, pasi që ishit në moshë shumë të re, ju kanë përkrahur në këtë drejtim? Fillimisht nuk i kum njoftu. Çdo herë kom thonë kemi me klasifiku barna. Ndërsa veç kur lufta përfshiti krejt territorin e Kosovës, atëherë mos s'ka pas kthim rape dhe në fakt nuk i kum pyet çysheni ata. Do thotë keni pasur vetëm një vizion, E kom vazhdu, shumë ka shku mendja, ja. Pastaj ishte ndoshta padyshim që frika e familjes, ato komentet e tyre, por ndoshta e kanë pa pasaj që i e vendosur në këtë pjesë. Po sigurisht edhe një rast pak para se me u dëbu treni fundit që i thuhet, printemi me treni fundit kanë dalë Maqedoni, edhe unë kom qenë zlash, baba ish pas mundu më ardhë më gjetë, për më kallëzu që po shkojmë. A i me një mënyrë, nashta ka menu që shkoj me ta, po nuk kemi taku. Fatmirësisht që se me taku, se unë nuk isha shku me ta, po s'paku më s'po më thyë emocionalisht. Do të keni qenë e bindur që zë shkoni me prindërit. Ditën e fundit, na nuk e kemi mendu që pështojna, po ka qenë ideali i luftës për liri, që sot e gëzojmë, me që se jo plotësisht, të risa kërër të uqëkës të lirohem nga burgu i Hagës. Djoni kom bo 3 vjetë që kom dëshmu në gjykatën për krime lufte. Ishit edhe në Hagë për të dëshmuar? Po, kom qenë dëshmitare e mbrojtjes e komandantit Sali Mustafa. Është e vështirë që mas 26 vjetëve, ende mu përballë me pa drejtësi, po inshallah drejtësia vjen vend, edhe lirohen sa më shpejt.